Duhet parë etiketat. Etiketat e kam thënë gjithmonë. I shohim në etiketat? I shohim në... I neglizhojnë shumë. Ka njerëz që të kontaktojnë pastaj besoj. Gjithmonë e kam thënë në videot e mia, gjithmonë shifni etiketat. Kot nuk janë vënë ato. Kështu që duhet po, në rast e parë sa po i blemi heqim. Sa i po se të bën probleme, ja të takoj pak. Janë shumë që i heqin, i presin fare, domethënë s'kemi që duam. Por zakonisht ato kemi që duam se e dim vetë edhe në fund pastaj. Po, i fusim gjithë me 90 gradë aty dhe dalë. Sa ndikojnë këto kushte të larjes në cilësinë e gjumit? Se kam përshtypjen duhet ketë një ndikim se ne për shembull kur janë çarçaftë të lartë sapo vendosur dhe shtriheni është një lloj kënaqësie, është një gjumë i jashtëzakonshëm që bëhet. Patjetër, prandaj e theksoj përsëri çdo javë. Çdo javë do ndruar çarçafët. Dhe sa e rëndësishme është sepse është dhe aktiviteti i njeriut sot në ditët e sotme është shumë intensiv. Shumë intensiv, domethënë edhe është gjithë ditën jashtë në përpunëra dhe patjetër e kam thënë dhe herë tjetër që e mira është dushi të bëhet para se të flihet. Pra, kuptohet që edhe çarçafët të mos ndoten. Nga plurat. Patjetër. Dhe ndërkohë se po mendoja tani që njerëzit zakonisht thonë që do t'i hedhim sa më shumë zbutës, sa më shumë aroma. Jo, absolutisht. Këtë gabim domethënë e bëjnë shpesh dhe e kam thënë dhe unë shpesh që nuk duhet bërë. Nuk duhet. Masa nuk është kot. Masa që është vetë domethënë e kapakut aty e përcaktuar dhe në paketim. Për kaq rroba duhet kaq. Pra kujdes lloj rrobash, rrobat me ngjyra, për rrobat e bardha dhe për nivelin e papastërtisë. Domethënë është dhe kjo, duhet parë dhe kjo. Duhet ta vësh me paralarje, që zakonisht nuk ashtu nga shpejtësia, domethënë hajt se lahen. Nga niveli papastërtisë, duhen trajtuar një herë, njollat, duhet bërë dhe me paralarje. Nëse është niveli i papastërtisë shumë i lartë. Çfarë procesi? Sepse tash hajde se i fusim lavatriçë dhe lash. Dhe aq, edhe thua lavatriçë. Futi edhe shumë ilaç. Sepse është në njoll. Po. Por në fakt ilaçi jo vetëm që dëmton dhe rrobat, po dhe lavatriçja. A është ndonjë aromë e caktuar që ti do ta këshilloje për shembull? Cila? Ndonjë aromë e caktuar tek pjesa e zbutësve tek shije individuale. Shije individuale, okay. Nuk ndërhyet. Po kush tregon më freski pra ato që janë më të rënda, ato që janë mira është nuk duhen vënë aroma. Okej. Tamam. Vet ilaçi është me aromën e ilaçit pra. Pra ti nuk e sugjeron pjesën e aromave. Edhe zbutësi, domethënë nuk duhet shumë. Ashtu siç thash për ilaç, detergjentët, edhe zbutësi nuk duhet me sa. A është e vërtet tek hekurosja? Ndonjëherë hedhin, më kanë thënë, madje i kemi hedhur nga 2 kapak zbutës, që zbuten mirë. Po, zbuten mirë. Ajo lë një aromë pastaj. Prap, domethënë nuk, domethënë janë të ashpra, më thon, prap. Normal. A është e vërtet që ky zbutës i rrobave, nëse hidhet tek depozita e hekurit, ne mund të hekurosim më lehtësisht? Jo, nuk duhen gataruar. Për mendimin tim, nuk duhen gataruar fare, domethënë ka atë ujin e mira është uji distiluar. Po. Për hekurin është shumë e mirë sepse kam provuar dhe vet kur i hedh ujë nga çezma, në momentin kur e kuros dalin ato falsifikimet, gjitha ato mbetjet e ujit, me kujdes. Aq më tepër edhe rroba bëhet me ato pisë ngel njoll. Ndërsa për sa i përket perdeve, duket sikur janë ato më problematiket. Sepse jo problematike, thjesht janë mezi hiqet, mezi vjen, kaq, jo se ka ndonjë... A është e vërtet që ne perdet duhet të vendosim pak të njoma? Në fakt varet nga, duhet parë gjithmonë ambienti. Dhoma. Nëse dhoma është, gjithmonë ka tendencë për të bërë me lagështirë, tash edhe kjo, t'i vëmë dhe ato të njoma. Po, e vërtet, qëndron. Bën edhe cepat e mureve me myk. Efekt e kurosje, domethënë sepse për shkak të rëndesës ato mund të shmangësh hekurin. Ajo është pjesa më e bezdisur pra, që ti e kurosësh perden. Prandaj, ja çfarë ndodh, domethënë për të shmangur një punë, na del një punë tjetër pastaj, kështu që. Po do të ishte sugjerim burrë. Unë dëgjoj sa herë vjen Eva, unë vetëm dëgjoj.
Se flas gabim. Strukturim burra shkë se s'ka mundësi. Mos i bëjnë fajin gjithmonë burrave, se e dëgjova dhe ato në fillim. Jo, studimet janë bërë kështu në përgjithësi, por ka dhe burra